Përshëndetje të dashur miq të Korça Boom, jemi në emisionin Boom Sport, një emision i cili do të trajtojë një shumëllojshmëri temash nga aktualiteti, por edhe nga çdo gjë tjetër që lidhet me pjesën e sportit. Brendon, në këto ditët që kanë kaluar, kur ju tham miqve tan ose njerëzve që na rrethojnë për një podcast që ne do të bëjmë, më kanë thënë që jeni shumë vonë, tha. Mos jeni pak si vonë sepse botërori ka filluar, po kush e tha që ne do të trajtojmë pjesën e botërorit. Botërorin ne ja kemi lënë Marina Vjollcës, Eduard Manushit, edhe këtyre të tjerëve që ftojnë në për studio ato analistët të cilat kanë bagazh futbollistik. Domethënë kur fillojnë bën ato pjesën e analizës, është shumë qesharake. Se futbolli është edhe show sot. Pra, prandaj po them që kanë bagazh analitik. Gjithsesi, unë këtë të thash për batut, por dëgjoj, edhe më ka bërë përshtypje një diçka tjetër kur dëgjoja këto analizat e botërorit, ishte një artiste e njohur dhe tha ishte ndeshja midis Anglisë dhe ekipit të Kroacisë dhe mund të themi që deri tani ka qenë ndeshja më e bukur e botërorit dhe ajo tha, "Mo nuk më pëlqejnë këto ndeshje që dalin tha me rezultatin tha 4-2, tha unë dua tha me rezultat tha pak më të ngushtë, tha, e kupton, sepse rezultati ndonjëherë tregon se kishte parë ndeshjen fare, e kupton, thjesht ajo nëse ndeshja ishte 2-1 ose ndeshja ishte me rezultat të ngushtë 1-0, ajo I duket sikur ka qenë ndeshje luftuar, pavarësisht se kjo ndeshja ishte ndeshja më e bukur, mund të themi që ishte ndeshja më e bukur e botërorit. Pra, ne nuk do të merremi me botërorin për të gjithë miqtë që na ndjekin, ne do të trajtojmë këto hallet tona të lokalitetit, të Skënderbeut, Pogradecit, pse jo më vonë Devolli, Malishi, pra gjithë çka që na rrethon nga pjesa e tij. Po dhe sportet e tjera patjetër shumë sport që është me goxha interes, sepse edhe aty ka pikpyetjet e mëdha për sezonet e reja në vazhdim. Atëherë Brendon, mund ta nisim me temën e parë mendoj dhe edhe ajo që ka dhe më shumë kuriozitet. Po, patjetër sepse të gjithë miqtë që na kanë takuar, pyetjen e parë që na drejtojnë ç'bëhet me Skënderbeun, si është Skënderbeu dhe çfarë po ndodh. Fatkeqësisht unë them jam me këtë shprehje që dielli duket që në mëngjes. Dhe mëngjes dielli e pra s'po del dielli. Ka nisur sezoni, të presim datën. Jo, dakor. Unë thjesht po aludoj, domethënë që dielli duket që në mëngjes që duket sikur akoma nuk kemi aty ku. Jo, domethënë më ndoshta më vonë bëhem sepse të kam thënë që kam besim se me mbarimin e dënimit çdo gjë do ndryshojë, por deri tani dielli nuk ka dalë akoma. Me qartë, jemi nagi mende, domethënë dielli është rrugës. Megjithatë, për të gjithë shikuesit që janë natyrisht, jam I bindur që janë shumë kurioz për pjesën e nisjes së përgatitjeve për sezonin e ri të Skënderbeut. Dihet tashmë që është emëruar stafi I ri teknik. Ditën e dieshme kishim edhe një lajm të fundit që portali Korça Boom e transmetoi mbrëmjen e dieshme për emërimin e zëvendësrajnerit të Skënderbeut, pra Julian Ahmataj do të marrë një tjetër ish lojtar. Ka qenë përpara 3 ditësh ky lajmi. Po, që qarkullonte dhe mirë, dje u zyrtarizuar nëse mund të themi, le të themi në publikim. Megjithatë, okay, në rregull. Ti e di që unë kam qejf që këto pjesën zyrtare. Kështu që do të jetë edhe ai bashkë me Gentian Liçin, me Llapajin, pra stafi I Skënderbeut ka shumë shikon filmuar. Gentian Liçi është aty. Po, e di pse ndalem te Gentian Liçi ose ky trajneri Ahmataj nuk është se unë e njoh ose nuk e di si është tek pjesa e motivimit të lojtarëve apo mënyrës agresive që ai ka, sepse Liçi është I vetmi njeri aty që të paktën ne e njohim që mundet është ka grindën dhe ka agresivitetin, pra domethënë edhe kur trajnerin ta zergjumi, shpresoj që mos ndodhë, po Liçi do të jetë atje, kështu që është unë kur u emërua zotria në fjalë Çapja, unë thash mos kishin hequr Liçin. Jo, sepse është një skemë që ka ekzistuar dhe në të kaluar, mbaj mend edhe Ilir Daja në të kaluar ka pasur Ardian Memën, ka qenë edhe Liçi, pra është diçka e ndodhur në klubet e mëdha, domethënë, okay, nuk është se niveli I kampionatit shqiptar është niveli I Real Madridit apo I niveli klubeve të mëdha, po është një diçka e njohur që kanë dy, ato kanë dhe më shumë se sa dy zëvendësrajnerë, se kanë dhe pjesën e videoanalistëve dhe pjesën tjetër të stafit. Megjithatë, për ta përmbyllur këtë pjesë, pra Ahmataj është I konfirmuar, u konfirmua edhe Çapja, ish futbollist I Elbasanit, futbollist I njohur, kampion edhe me skuadrën verde blu. Dy ish futbollistat, dy ish Elbasanas. Ish Elbasan, janë Elbasanli dhe me origjinë dhe kanë lindur në atë qytet, po ish të klubit, po them të Elbasanit, pastaj kanë luajtur në shumë klube. Ahmataj ka shtitur kudo tek Flamurtari, tek Dinamo, tek Teuta, tek shumë klube. Dhe tek Tirana në mos gaboj, dhe nga ana tjetër përgatitjet ishte menduar që të nisnin
javën e fundit të qershorit, por për shkak të shtyrjes së fillimit të kampionatit Abisnet Superiores, mendoj që Abisnet Superiore do të fillonte javën e 3 të gushtit, por me 99%, pasi ende nuk kemi një publikim zyrtar nga ana e Federatës Shqiptare të Futbollit, do të kemi një shtyrje të kampionatit drejt datës 6 shtator, pra drejt javës së parë të shtatorit. Se vjen kjo shtyrje? Se vitet më përpara, për shembull, kanë patur probleme me pjesën e të drejtave televizive. Është shtyr kampionati sepse akoma Federata s'kishte transmetuar. Tani pse po shtyhet? Teorikisht flitet që pjesa e Kupave të Europës mendohet që skuadrat kenë më shumë hapësirë, megjithëse nuk e dim, ne urojmë dhe shpresojmë që 1 ose 2 ose shumë nga edhe të katërt nëse do të mundur nga skuadrat tona të arrinë deri në play-off të Conference League-s apo të kupave të tjera të Europës. Megjithatë, un kam menduar këtë vit që njëra nga ato do shkoj në grupet e konferencës. Ndoshta Ignatia, po që. Ndoshta Dinamo. Do ta diskutojmë pak më vonë edhe pjesën e shortit Kupave të Europës, që është hedhur në Nyon tashmë. Megjithatë, për pjesën e shtyrjes, un kam përshtypjen Federata do dojë t'ju lërë dhe më shumë kohë dhe për pjesën e infrastrukturës. Dihet tashmë që ka një pjesë të klubeve që janë duke bërë disa punime rregulluese, Partizani për shkak të Europianit U21 që do të zhvillohet sezonin e ardhshëm. E di kush problemi kjo pjesë? Skënderbeu ka mbjell barin gjithashtu ka. Kjo pjesën e fushës së stadiumit. Kjo është ereja e fundit nga Skënderbeu që ka mbjell barin, domethënë ka filluar që direkt te bari puna. Do të thënë që fusha e stadiumit Skënderbeu ka qenë shumë cilësore, ka mbi 15 vjetësh, mbjell që në 2010 që korrik le të themi të 2010-s, terreni, drenazhimi dhe sistemi që ka për mendimin tim edhe aktualisht ishte më i mirë dhe se i Albanias. Megjithatë, normalisht fusha ka nevojë për atë mirëmbajtjen e saj sepse ka dhe ajo ato afatet e saj, kështu që ideja është që këtë sezon të ri të paktën skuadra, sidomos në sezonin e dimrit që ai kemi parë që jo se bëj terreni domethënë pa përballueshëm për të luajtur, pa mundur për të luajtur, por ashtu nuk kishin probleme. Të jetë më i përshtatshëm, të jetë më i mirë, të jetë në një gjendje më të mirë, më cilësore. Dgjoj një sekond, tani pjesa e shtyrjes së kampionatit për mua nuk është korrekte, sepse siç e dimë këtë sezon pjesa e ligës së kombeve do të fillojnë në shtator tetor ajo. Shtator do të fillojë, do të zgjasë një muaj. Pra, të gjitha kombëtarët dhe të gjitha lojtarët do të fillojnë në gusht, këta që do fillojnë në gusht, ne do të fillojmë në shtator dhe në momentin që ngrohen motorët që ekipet kalojnë ato 3-4 javë të para kush fiks momenti i duhur që konsolidimit, tani do të fillojë një pushim i gjatë, një mujor dhe kështu më mirë që kampionati ton të fillonte kur ishte parashikuar që të kishin kohë dhe ekipet të përgatiten, por që pjesa tjetër pozitive është që këto konferencë, kjo Nations League më është fiksuar gjithmonë në Conference League, Nations League do jetë një muaj, pra bashkë me ndeshjet aty përfshin ato ndeshje miqësore dhe pastaj nuk do na duken më. T'ja shpjegojmë dhe teleshikuesve, pra ideja është nuk do të ketë një ndarje si gjithmonë që kishte 2 javë ndeshje në shtator, pastaj 2 javë pushim në tetor dhe 2 javë në nëntor. UEFA ka menduar dhe FIFA që këto dritarë të bashkohen me njëra tjetrën, pra do të jetë një muaj gjatë shtatorit të ri dedikuar nga mezi shtatorit deri në fund i dedikuar i gjithë përkombëtarët. Kështu që për këtë arsye edhe unë jam dakord me ty që të luash vetëm një javë dhe të kalosh direkt në pauzën e kombëtarëve edhe për kampionatin shqiptar është pak problematike, megjithatë ata që marrin vendimet nuk e di si i gjykojnë në këto pjesë, megjithatë i takon atyre. Brendon, tani përpara se të kalojmë te tema tjetër, hidratohu njëherë, sepse kemi në studio një nga sponsorat tanë ujin Pajko, i cili na i ka sjell IDD SHPK, një ujë me kualitet shumë të lartë, i cili vjen nga shteti grek dhe i ka kaluar të gjitha këtë pjesën e domethënë si të thuash është me të gjitha standardet. Pra, me të gjitha standardet, një ujë i cili ka ardhur tani së fundmi në Shqipëri dhe ne na i ka sjellë në studio një nga mbështetësit tanë të emisionit që është IDD SHPK. Mund të futeni në faqen e Instagramit për të parë të gjitha produktet dhe ujin Pajko i cili do na shoqërojë gjatë gjithë javëve që ne do të kemi podcastin. Tani hym tek freskëcemi dhe në stilin e vetë edhe pak për të freskuar. Patjetër. Mund të them edhe diçka që mund ta gjeni në çdo supermarket Spar dhe së shpejti në të gjithë rrjetet e supermarketeve. Tani shkojmë tek pjesa që i ka shqetësuar së tepërmi publikun korçar, ai pjesa e dënimit. Jo dënimi i madh, sepse ai duket sikur tashmë po largohet nga bisedat tona ose shpresojmë të jetë edhe një herë prap. Po, shpresojmë të ketë përfunduar vërtet ai dënim i madh,
Po ky dënimi që na vjen nga UEFA, nga FIFA, jo. Nuk është dënim, ai është bllokim i merkatos, që t'ja shpjegojmë edhe gjithë miqve që po na ndjekin në këto momente në Koçabum. Atëre, për pjesën e dënimit të famshëm të madh, po e riteksoj edhe një herë, ai viti pezullimit i 2016-s në vendimin e kasit të 2019-s, se shikoj që ka ende njerëz që e ngatrojnë këtë pjesë, llogaritet. Pra pavarësisht se ishte një vit pezullimi, për të mos patur atë efektin e dënimit dy herë për të njëjtën vepër, ai dënimi 2016 llogaritet në dënimi 10 vjeçar dhe për këtë arsye domethënë në pjesën e vendoset në vendet e 4, domethënë në 4 vendet e para, vendet që sigurojnë Kupat e Europës, sepse interesante. Do ta shohim nëse të Kupa e Shqipërisë apo 3 vendet e para, se besoj se do të kemi më Final Four këtë sezonin e ri në Super League. Gjithsesi po them që pra, ai dënimi 1 vjeçar llogaritet në dënimi 10 vjeçar që u dha pastaj në 2018, në fillim 10 kualifikime dhe më pas që u konvertua në 10 vite dhe me 10 sezone, pasi duhet të them se nuk është vite kalendarike, por është vite futbollistike në kuptimin e sezonit, dhe sezoni fillon në një korrik dhe mbaron në 30 qershor të vitit pasardhës dhe sezoni i fundit, duke bërë llogarit, është 2026-2027 për sezoni që do të fillojë pra në një korrik të 2026-s dhe do të mbyllet në 30 qershor të 2027-s dhe nga një korriku i 2027-s kur fillon sezoni 2027-2028 Snerbeu është i lirë, por fakti nëse Snerbeu zë një nga vendet në Kupat e Europës në këtë vit, duke qenë se në korrik të 2027-s fillon sezoni 2027-2028, për këtë arsye ka mundësi të luajë në Kupat e Europës. Unë bëra një të shkurtër, një shpjegim të shkurtër sepse shikoj që ka ende diskutime në rrjetet sociale, në opinionin publik dhe mediatik në lidhje me këtë pjesë, kështu që të paktën për këtë aq informacion sa ka mund se ti di sa e kam zgjuar atë çështje. Po ti për informacion të lejon dy gjithë natën nuk ndalon, po puna është këtu tani tek FIFA tani. Tani, unë pak që lexova, më bëri përshtypje sepse ishte në një fjalë zhargoni popullor, ku thoshte pastrimi i dhomave të shtëpisë ose pastrimi i FIFA Clearing House. Po, është një organ i ri, ta shpjegojmë çfarë është. Pra, ideja është që Snerbeu nuk është se ka humbur një gjyq për borxhe të caktuara ndaj një lojtari apo që antar stafi teknik që janë këto normalet që ndodhin shpesh në kampionatet shqiptar. Përgjithsisht, këto janë ato gjyqe të zakonshme që humbin klubet shqiptare dhe bllokojnë për një sesion, 2 sesione apo 3 sesione merkate. Në këtë rast është diçka komplet ndryshe. Duhet të shpjegojmë njerëzve çfarë janë njëherë fillimisht këto pagesat e solidaritetit dhe të transferimit. Pra, në momentin që një lojtar transferohet nga një klub në një klub të caktuar, kudo në botë, FIFA prej vitesh tashmë ka vënë një sistem kompensimi, sidomos për klubet e vogla apo akademik nga ku kanë dalë këto lojtarë, dhe secili prej këtyre klubeve, ku ka kaluar lojtari deri në një moshë të caktuar, paguan një përqindje të caktuar nga vlera e transferimit që ai bën, dhe në çdo transferim që shitje pra që kalon në merkato një lojtar i caktuar, një shifre caktuar shkon këtyre klubeve që kanë formuar, pra që e kanë trajnuar deri në moshën 20, 21, 23 vjeçare një lojtar. Ku i çalon Snerbeut problemi? Në këtë rast, dikur kjo ishte një marrëdhënie midis klubesh. Pra, klubi që kishte bërë pagesën duhet të bënte edhe pagesat përveç klubit ku e blinte edhe te klubet të cilat lojtari kishte kaluar më parë, ose kishte raste kur klubi që bënte shitjen ishte ai që kishte barrën ose kishte ngarkesën për të bërë pagesën te klubet e tjera. Pra, kjo ishte një marrëdhënie klub me klub. Tani ka ndryshuar kjo gjë vitet e fundit, në mos gaboj prej 2-3 sezoneve të fundit, është krijuar ky institucion i ri brenda FIFA-s, pra FIFA Clearing House, pra është një komision ose një organizëm që ka FIFA ku është si bordi i transparencës së naftës, që pushojë të ekzistuari. Nga ana tjetër, pra ky komision i FIFA-s bën që të gjitha këto pagesat të kalojnë fillimisht tek FIFA dhe më pas FIFA ja transferon klubeve në llogaritë e tyre bankare, pra klubeve që kanë formuar, kanë trajnuar një lojtar të caktuar. Dhe duhet thënë që në këtë rast FIFA e bëri këtë edhe për të evituar këtë histori, sepse ka klube të ndryshme në botë. Kur flasim për klube, nuk flasim vetëm për kampionatin shqiptar dhe Europën, flasim për në Afrikë, për në Amerikën e Jugut, për në Azi. Një sistem standard për të gjithë botën. Standard për të gjithë botën dhe për të evituar raste pastrimit parave, përdorimit parave për motive të palishme, terrorizmi etj. Pra, ideja është të ketë kontroll mbi atë destinacionin ku shkojnë parat. Tani Skënderbeu ku çalon, çfarë problemi ka Skënderbeu? Skënderbeu nuk ka asnjë problem as me hetim parash, as domethënë për pastrim parash, as në një nga këto motivet e tjera. Domethënë atë bën FIFA për siguri, por në këtë rast kuq edhe në djenin time ka edhe klube të tjera, edhe Kastrioti që është pezulluar po për të njëjtën arsye si Skënderbeu aktualisht. FIFA ka një procedurë me 2 nivele në këtë aspekt. Fillimisht të dërgon një njoftim, pra të dërgon një
email-et e klubit duke i thënë që shiko, nuk ke dërguar dokumentacionin e dur, pra mungon, nuk e di, një dokumentacion nga llogari bankare, apo nuk është e qartë kush është skema e pronësisë së klubit, pra mënyra se kush është destinacioni final, pasi duhet thënë që klubet shqiptare kemi akoma këtë pjesën bashkit, president, pra ka disa detaje, qoftë administrative, burokratike, qoftë dokumentacion financiar, apo dokument për shembull që mund të jetë i saktë, po s'është në formën e dur. Për shembull mund të jetë skaduar fati një vërtetimi të caktuar, një dokumenti të caktuar, pra çdo lloj detaj dhe kaq i vogël që mund të duket fare banal ose i zakonshëm, mund të bëhet pengesë. Dhe FIFA fillimisht në momentin që shqyrton që ke o një mungesë dokumentacioni ose një pengesë të tipit administrativ burokratik të këtyre shembujve që sapo përmenda, të tregon një qortim, pasi fillimisht ka një qortim dhe të bën thirrje për të plotësuar dokumentacionin, ose për të ndryshuar, le të themi, dosjen, ose për të dërguar një dosje 3 nga fillimi në varësi të situatës si e ke. Dhe në rastin konkret Skënderbeu, me sa di unë, ishte një çështje në raport me një sulmues që kemi patur para 3 sezonesh, Sebastine Uçe, dhe ishte një tarif kompensimi për këtë pagesat e formimit, trajnimit, solidaritetit për rreth 9.000 eurosh. Por problemi është kjo pjesa që thash, kjo është mungesa e dokumentacionit. FIFA i kishte lënë një sesion të dytë para se ta çonte në komision disipline. Pra i kishte lënë një afat për një seancë të dytë. Nuk ishte paraqitur Skënderbeu, ose nuk është përgjigjur Skënderbeu. Një gjë të ngjashme ka bërë dhe Kastrioti. Ora hajde njëri që duhet përgjigjet atje. Kur dërgon. Kam përshtypjen duhet t'i dinë këtë gjë, tani për ta mbarosh komplet ti, të sigurojmë që kur të shikojmë podcastin ton, atëherë do ta marrim vesh si zgjidhet. Do jenë të ndërgjegjshëm mendon. Po ata gjithë me pushime tani, kështu që megjithatë duhet të thënë që kjo nuk ka zbatut, po. Nuk dua që klubi ton të jetë në nivel me Kastriotin dhe prandaj jo vetëm unë, por të gjithë sportashtë nuk duan, domethënë këto gjëra që të zgjidhen, duan të zgjidhen sa më shpejt, pra të zgjidhen në mënyrën e dur. Dhe si zgjidhet kjo bisedë? Dhe duhet të thënë që vendimi që nga Komisioni i Disiplinës ishte $5.000 gjop dhe bllokimi i merkatos, qoftë në rang në nivel kombëtar, qoftë në nivel ndërkombëtar, për që nga sesioni aktual pra që do të hapet në një korrik zyrtarisht edhe në merkatot në vijim. Megjithatë nuk ka asgjë të pazgjidhshme, pra lajmi i mirë është që nuk ka nevojë për gjyqje, për apelime, për të tjera. Thjesht në momentin që klubi do plotësojë ato detyra burokratike që FIFA i ka caktuar pra për plotësimin e dokumentacionit, që thash mund të jetë bankar, mund të jetë i natyrës së pronësisë së klubit, mund të jetë një vërtetim, varet domethënë çfarë natyre, çfarë lloj dokumentacioni mund t'i kenë kërkuar ata. Paguan dhe $5.000 të gjopës, sepse tashmë fatkeqësisht ajo pjesë nuk ka më kthim. Dhe hapet merkato. Pra në momentin kalon një verifikim të dytë, pra thjesht kalon një verifikim brenda këtij sistemi të FIFA Clearing House. Klubet, jo vetëm Skënderbeu, të gjitha kalon një verifikim, dhe në këtë rast klubet që kanë të bllokuar si Skënderbeu kalon një verifikim të dytë, dhe nëse e kanë plotësuar të gjithë dokumentacionin në formën dhe në mënyrën e dur, me të gjitha elementet që kërkohen sipas rregullores së FIFA-s, atëherë mund të vazhdojë. Normalisht dhe të hapet merkato dhe të regjistroj lojtar, të federoj lojtar, pasi duhet thënë kjo pjesa e bllokimit merkatove, kur thuhet shpesh, nuk është se ndalon një klub që të shpenzoj lekë për të blerë një lojtar. Pra ti mund të afrosh sa lojtar të duash, por nuk i federon dot, pra nuk i regjistron dot. Po, domethënë ne do vazhdojmë të bëjmë merkato derisa të zgjidhet pjesa procedurale, kështu që edhe njerëzit mos e kenë këtë merakun e kësaj që nuk është se kjo e pengon. Dhe e fundit që dua të thek është ajo pjesa që më bëri përshtypje, e një farë në thonjza kamat vonese, nëse mund ta quajmë kështu, prej 2.5% për gjithë transferimet, sepse kjo është për pjesën, siç e thash, për transferimet, qoftë ato ku klubet duhet paguajnë kur kanë marrë një lojtar caktuar nga një akademi apo nga një klub tjetër, apo qoftë në raste kur kanë për të marrë para nga klube të tjera, sepse duhet të thënë që siç është ky rast i Uçës, për shembull, që Skënderbeu kishte për të paguar, ka plot raste të tjera ku lojtarë që kanë dalë nga akademia e Skënderbeut apo kanë luajtur në moshë të re dhe janë formuar tek Skënderbeu, jo, që klubet e tjera e kanë paguar Skënderbeun, kështu që domethënë kjo është diçka që nuk është se duhet ta paguajë vetëm Skënderbeu. Skënderbeu dhe ka përfituar nga ky sistem, pasi merr pagesat e solidaritetit për ata lojtarë që ka përfituar tani detyrat e shtëpisë nuk i bëren në kohë. Bravo. Për detyrat e shtëpisë. Kjo është ideja e gjithë dhe nuk është ndonjë dënim, pra thjesht është një procedurë që është e re dhe që të gjithë klubet duhet mësohen tashmë me këtë mënyrë të re se si funksionon kjo pjesa e pagesave të solidaritetit. Okej, shumë mirë, pra e the shumë mirë për pjesën e fundit që të gjitha klubet duhet i mësojnë edhe një rregulla, duhet të plotësojnë edhe një rregulloren që kur të vi pastrimi i shtëpisë të jenë në rregull me dokumentat, që mos kemë probleme me
pjesën e dokumentacionit dhe meqense jemi te dokumentacionet Brendon, të gjithë dhe meqense jemi te shtëpi, të gjithë ata që kanë ndërmend të shesin një shtëpi apo të lëshojnë me qira një pronë, të drejtohen pranë zyrave të EK Real Estate, është visi aty që do t'i pres të gjithë dhe do të merret ai me pjesën e gjithë dokumentacioneve, kështu që nuk do të kemi probleme me dokumentacione sepse i zgjidh visi të gjitha. Kontaktoni në numrin e telefonit në EK Real Estate dhe më shpejt, më saktë, më sigurt vetëm tek EK Real Estate. Pra siç e kuptova, është EK Real Estate është një nga sponsorat tjetër të emisionit tonë dhe falenderojmë Visin që është bërë pjesë e podcastit dhe me mbështetjen e tij. Tani Brendon, duhet të kalojmë tek tema tjetër, tek merkato e njerëz Skënderbeut, kush do vijë, kush do ikse, janë kurioz njerëzit edhe për këtë tifozët na pyesin shpesh. Por më prit më se ku e di ti se kush do vijë, kush do largohet. Po themi këta që dim deri tani. Këta që kemi janë dy lojtarë. Pa më thuaj pak këta dy. Atëre, për momentin është rikthyer nga Uazimi te Kuksi Kevi Megdani, i cili duhet të thënë ka bërë një sezon shumë të mirë, pavarësisht se Kuksi ishte përmbjetës dhe arriti të shpëtojë në fund me atë ndeshjen shtesë me Butrindin. Unë nuk isha dakord te ajo pjesë sepse ç'është e drejta e meritonte Butrinti qëndrimin në kategori, po. Jo, Butrinti ishte në kategori 2. Okej, do më kalimin në kategori. Është ne kemi diskutuar, po gjithsesi. Dhe kemi thashtu dhe afrimin e Ermal Metës, ish mesurshorit të Tiranës, një lojtar i cili para 2-3 sezonesh ka bërë debutimin dhe ka qenë goxha interesant. Dhe nga ana tjetër ka qenë një lojtar që sezonin e kaluar për shkak dëmtimit ka pasur disa problematika që e kanë le të themi kushtëzuar në aktivizimin tek Tirana dhe ka luajtur rreth 13-14 ndeshje në mos gaboj. Megjithatë është në profilin e këtyre lojtarëve që pak a shumë ajo strategjia e vjetër dhe që vazhdon në Skënderbeut te afrimit të lojtarëve të rinj, pra lojtarëve interesant. Ideja është këtu. Tani ne kemi vazhduar me këtë metodë, sepse ishte kjo pjesa e dënimit dhe na mbante që normalisht do t'i kishim nga këta lojtarë të rinj që t'i rrisim dhe të fitonim nga çmimi i tyre. Mirë, po tani jemi në një moment tjetër, tani ne do të luajmë në pjesën në kampionatet, në kupat e Jo, nuk e di ma do luajmë në atë, duhet të arrish nga kampionati. Duhet të arrish nga kampionati, ta meritosh që të dalësh kupat e Europës. Pra është ideja që ne duhet të luftojmë tani të bëjmë një ekip që të luajmë në kupat e Europës, sepse unë e përsëris shpesh sa herë që është biseda që netët e kupave në Korçë kanë qenë netët më të bukura që ne kemi parë në gjithë historinë e futbollit në Korçë. Mund të kemi patur Skënderbej i cili ka shkruar historinë më përpara, por emocionet që na kanë sjellë netët e kupave të Europës për mua kanë qenë të paarritshme mbase për të gjithë dhe për gjithë tifozët e tjerë të Korçës. Kështu që për mua ne sot duhet të ndërtojmë një ekip, jo të bazohemi tek cilësitë e një lojtari të ri i cili vjen këtu dhe mund të themi atë në gjuhën popullore e kuq e zezë o bëhet o s'bëhet. E kupton? Ne duhet të marrim lojtar të afirmuar, të paktën 3, 4, 5 të afirmuar dhe më pas Do të krijosh atë boshtin e famshëm. Po pikërisht, nuk po them që nuk do të ketë elementë të rinj të cilët mund të ingranohen, por ti duhet të ndërtosh një ekip i cili kur të hyjë në kategorinë superiore, jo të pretendoj qëndrimin ose me shpresë të kap vendin e 4. Jo, duhet të hysh për kampion dhe kur hyn për kampion mund të zbresë. Më fal. Jo, është mentaliteti më Brendon që hyn për kampion dhe vendi katër që sapo ngjitur nga kategoria e parë. Pse Elbasani si ishte i sapo ngjitur? Ne nuk ishim të sapo ngjitur kur shkuam deri në vend 4. Ishin në kushte të tjera rrethana të tjera. Prit tani një sekond. Tani një minutë. Është ideja unë po të them. O hyr për kampion dhe unë të justifikoj për vendin e 4. Okej, e pranoj, ama mos hyr për të qëndruar në kategori, sepse po hyr për të qëndruar në kategori do luftosh për pjesën e mbijetesës, sepse e di si është ideja që në 10 ekipe vetëm 2 vende janë që janë as poshtë. Pra ti nuk duhet të hysh për 2 vende, ke 4 lart dhe 4 poshtë. Shiko, duhet që tifozët të ndërgjegjësohen për diçka, domethënë. Jo, mos i thuaj asgjë tifozëve. Jo, nuk ka mendimin tim më shkëtë. Të gjithë tifozët do shpresojmë që ky Skënderbej. Po le të shpresoni, mos po ju vras shpresat. Un po ju them me realitetin që mos gënjeni. Jo, jo, zgënjimi le të na vine. Ama ne do jemi ne do jemi këtu që ne duam të hyjmë. Jo, s'ka këmbë. Po them tieni me këmbë. Është momenti që Skënderbeu të investoj që të kapë vendet e Europës. Nëse nuk investon dhe hyn përsëri aty, pastaj e marrim vetë neve peshën dhe pastaj diskutojmë prapë ne këtu në podcast se si do të shkojë historia. Por shpresojmë nga klubi që mos bazohet akoma me filozofinë që kemi patur para disa viteve, ku ne nuk hynim dot në kupat e Europës. Tani, un po e përsëris, tifozët duhet të jenë të qetë, duhet të jenë paksa më realist me situatën, duhet të dinë që
duhet për të investuar, për të rivalizuar klubet aktuale, Egnatian që është një superfuqi, Dinamon që ka një fuqi shumë të madhe financiare, Elbasanin apo dhe klubet të tjera, aktualisht Skënderbeu aktual e ka shumë të vështirë. Do duhet një periudhë për mendimin tim 2-3 vjeçare që të konsolidohet gradualisht me financa dhe duke ndjekur këtë politikën, duke shpresuar që të ketë disa talente që do të mund të mbushin arkën e klubit, pasi dhe ajo pjesa e famshme ligjit të sponsorizimit që shpresojmë që të hyjë në fuqi vitin e ardhshëm, që të paktën të jap një frymëmarrje më të madhe financiare pjesës financimit të klubeve, jo vetëm të futbollit, po të gjithë sporteve, pasi ai ligji i famshëm i sponsorizimit është për t'i dhënë një frymëmarrje dhe një gjallëri më të madhe të gjitha llojet sporte, s'është vetëm për futbollin ai ligji i famshëm. Kështu që t'i japin paktën për këtë pjesën, u thash, të jemi realist për pjesën e objektivit, që të mos e vendosim skuadrën më në presion se ç'duhet, pasi ta lëm trajnerin Ahmataj të punoj i qetë gjatë fazës përgatitore, ne do ta ndjekim dhe përfitojmë nga rasti që të njoftojmë edhe të gjithë shikuesit e Koç Abum që të gjitha ndeshjet miqësore që do zhvillohen Skënderbeu gjatë muajve korrik dhe gusht para nisjes së sezonit do transmetohen në portalin tonë dhe do të jenë në komentin e gazetarëve tanë dhe gjithashtu duhet të dini që për pjesën e largimeve, se tham për afrimet që presim ndërkohë do të ndodhë me rikthimin apo jo të Bismarck pasi ishte huazuar tek Vllaznia pasi se mbylli me probleme fizike. Nika ju mor vesh që u transferua tek Elbasani pas rikthimit nga Polonia. Kemi largimet e Randit Unfur, të Ramos dhe me shumë mundësi edhe të Shaqis. Pra do t'i duhet Skënderbeut në një farë mënyrë ta ribëjmë mbrojtjen nga e para. Këtu jam i qetur sepse dyshja e mbrojtjes për mua nuk ishte shumë stabil, po jam i qetur në kjo pjesë, kështu që më mirë që largohen ata sepse klubi do të hyjë në merkato për të gjetur një dyshë qendër tjetër. Po më shqetëson pjesa e Bismarck. Domethënë nëse gjithë këta Nikaj pothuajse ishte i larguar nuk prisin. Nuk kishin prishur. Tani do doja që Bismarck të kthehej tek Skënderbeu sepse për mua mbetet një lojtar shumë i mirë. Nëse ka gjendje fizike, pasi është një lojtar që ka të dhëna dhe nga CV-ja që ka pasur në të kaluara nuk ka pasur CV të keqe, por është një lojtar me eksperiencë, por ka shumë probleme që edhe tek Vllaznia këtë sezon për fat keq dëmtimet e shoqëruan shumë dhe e cënuan në pjesën e minutazhit dhe ndeshjeve. Kështu që nëse të vjen një lojtar me problematika të tilla dëmtimi, për mendimin tim, sado që të jetë Bismarck, do duhet shikosh një opsion tjetër për qendrën e sulmit, sepse nuk e ka luksin Skënderbeu që të bëjë një lojtar në stol të dëmtuar. Po le të vi Bismarck dhe pastaj e ka luksin, domethënë se mund të kemi një rezervë i cili mund ta zvendësoj shumë. Kam përshtypjen duhet të shkojmë për një titullar dhe të paktën nga informacionet që kemi, klubi do të mbajë atë një pjesë të boshtit të skuadrës aktuale, rreth 8 deri në 10 lojtarë domethënë, me çfarë kemi informacion deri tani dhe do të ketë përforcime. Megjithatë, përforcimi do ta shohim në provë kur t'i kalojë trajneri Ahmataj dhe çfarë do të ndodhë më tej javë pas jave ne do t'ju informojmë, do të jemi në podcast po dhe në faqen e portalit e Koç Abum. Dhe profilet e lojtarëve që do afrohen ne do t'i siç po thoja, ne do t'i ndjekim të gjitha lëvizjet, profilet e lojtarëve, ata që do të afrohen, ku kanë luajtur më përpara, pra në të gjithë kohës në portalet e Koç Abum, por edhe te gjithmonë të emisionit tonë, ne do t'ju informojmë për pjesën e lojtarëve që do afrohen. Patjetër. Dhe për ta mbyllur këtë pjesë, siç e tham, në datë 1 korrik pritet që të fillojë faza përgatitore e Skënderbeut, do të grumbullohet skuadra në qytetin e Korçës, kështu që deri në atë ditë do të jemi natyrisht me emisionet e radhës në podcast, por dhe pas asaj date do t'ju informojmë me të gjithë lajmet e fundit që do të jenë nga kampi i Bardhekuq, nga kampi i Skënderbeut. Natyrisht pastaj nuk do të lëm pacekur gjatë verës edhe pjesën e merkatos klubeve të tjera të Blindjes, qoftë po Gradecit, qoftë dhe Devoltit dhe Maliqit. Pra, meqense kemi edhe pak kohë për të filluar tamam pjesa e përgatitjeve, ti plano ke ndonjë plan për ku do ta kalosh fundjavën? Sugjeroj një vend përpara se të fillojë gjithë vrulli i madh i Skënderbeut sezonit të ri, do të sugjeroja të gjithëve, jo vetëm ty, por edhe të gjithëve ata që po na ndjekin, Hotel Gërmenji është vetëm 1 orë larg qytetit të Korçës, është në mes të pyjeve, por makina ju çon deri tek vendi, rruga është shumë e mirë dhe do të gjeni ushqim bio në të gjitha produktet që janë aty. Kështu që është edhe një hotel i cili ka një strukturë tradicionale, sepse për shembull nëse ti shkon në mal dhe gjen luks, sikur s'përshtatet apo jo. Hotel Gërmenji ka fix stilin tradicional, ushqimet bio, numrin e telefonit mund ta gjeni tek logot që shfaqen poshtë dhe mund të kaloni një fundjavë fantastike ose mund të konsumoni dhe një drekë fantastike.
Mirë, falenderojmë natyrisht edhe sponsorat për përkrahjen e emisionit dhe kalojmë paksa tek tema tjetër, tek skema e re që po diskutohet për kampionatin. Nuk do të ketë Final Four ashtu siç informoi presidenti Duka. Domethënë Dukës i kishin vajtur shumë emaile, shumë sugjerime nga njerëz, nga tifozë, nga gjithçka, që kjo skemë nuk ishte korrekte. Megjithëse ti ke qenë nga përkrasit. Unë jam akoma i përkrasit, sepse jam se jam i përkrasit, po pse të dalësh në vend 4 dhe të luftosh për vend të parë nuk të rimi? Jo. Pse? Mua nuk shet drejt. Nuk ka logjikë sportive, nuk ka drejtësi, po nuk shet drejt, nuk ka kuptim. Ore, mirë, në rregull. Merit primon kampionatin. Unë shikoj këto kompeticionet amerikane dhe zakonisht NBA dhe që nga vendi 8 deri në vendin e parë, të gjitha kanë mundësinë për të shpallur kampion. Kështu që tjetër historia ajo. Okej, mua më pëlqente sepse neve kur u bë për herë të parë, ne vinim nga kategoria e parë. Dhe të zinin vend të 4 dhe të luftonin për superiore, sigurisht që ne na arrinte shumë mirë. Ndoshta ti mendon se s'është e drejtë. Jo, është e drejtë. Po bëj me 2 takime, bëj me 3 takime këto që të duket qartësisht në fushën e lojës ose është basketbol, futboll. Dakor, po duket qartësisht se kush e ka meritën për ta fituar kampionatin. Pse 36 javë kampionat pak të duken ty? Po nuk e tregojnë, sepse futboll ato 3 herë përballen me njëra tjetrën ose 4 herë me skemen aktuale dhe kjo mbetet për të diskutuar, do të them që të mos mbetemi tek opinionet tona. Jo, t'ju themi shikuesve për këtë pjesë që do të ketë një ndryshim të skemës, pra nuk do të kemi një shtim të numrit të skuadrave për momentin dhe nëse do ketë gjithmonë në fuqi një sezon më vonë, do të ketë me shumë mundësi një skemë ose klasike, pra me 10 me 4 faza pa play-off, ose do të ketë një skemë ku do të ndahet gjysma e kampionatit. Pra, do të kemi 5 skuadra që do të luftojnë për Kupat e Europës, pra për 3 vendet e para dhe 5 që e 2 të renditjes, nëse ende aktualisht do të jemi, pra siç e tha, me 10 skuadra, do të luftoj për mbijetesë. Pra një nga këto 2 variante me shumë mundësi do të merret vendimi nga ana e Komitetit Ekzekutiv të Federatës Shqiptare të Futbollit. Dhe patjetër në momentin që do të ketë skemën që do të jetë vendimi përfundimtar, do ta përcjellim dhe tek emisioni tonë, do ta diskutojmë për pjesën e se si janë mendimet, opinionet e ndryshme dhe përfitoj nga rasti që të ftoj dhe të gjithë tifozët, sportdashësit, të gjithë ndjekësit e emisionit që qoftë në pjesën e komenteve në YouTube, qoftë në rrjetet sociale, Koça Bum të na përcjellin të gjitha mendimet dhe opinionet e tyre në lidhje qoftë me Skënderbeun, qoftë edhe me temat e radhës, pasi do të kemi në vazhdim të gjithë pjesën do të kemi një seksion le të themi të pjesës së pyetje, përgjigje, diskutim le të themi me të gjithë ndjekësit tanë. Po mirë, tani kjo skema që sapo propozove, të duket më korrekte? Për mua po, ose klasikja me 10 ose kjo me gjysmë, se të paktën është diçka që ka provuar dhe Austrian mos gaboj dhe Belgjika, kuptohet me 16 ose me 14 skuadra sepse ato kanë pak më shumë, por që është diçka që bën më shumë sens se sa kjo Final Four që kishim deri tani. Të paktën në mendimin tim, unë jam kundër dhe kësaj play-offit me gjysmë fare, unë jam për kampionatin klasik. Tradicional. Ndoshta jam pak tradicional. Jo, po jo, me 10 ekipe duhet nuk është korrekte me 10 ekipe sipas asaj si çdo tabela, pra sipas pikëve të grumullura. Jo, aq ke merituar. Po jo, me 10 ekipe asnjë nga kampionatet që janë me 10 ekipe nuk kanë skemën standarde. Pra skema standarde është më e saktë dhe më kompetitive kur ke mbi 15 ose 16 ekipe. Pra Shqipëri është e vështirë të shkosh në 16 skuadra. Shkojmë ne maksimumi gjë në 12, 14 ja përfshi këtu edhe nëse nga këto kategoritë më poshtë që janë ekipe me standard, siç janë Pogradeci, Flamurtari, Besa, meqense përmenda Pogradecin, ka ndonjë të reande? Kam filluar? Do t'i cekim më shumë në javën e vim, mesa di unë, Çela është konfirmuar bashkë me Kulin dhe stafin dhe do të kemi disa lojtarë, për momentin flitet për 2 sulmues që do të afrohen nga Kosova. Danladi ndërkohë është larguar tek Besa, ka pasur dhe Pogradeci goxha ndryshime dhe do të ketë, por për gjitha këto do të informojmë në vijim. Dhe pika e fundit që doja që të prekni pak është pjesa e shortit, pasi është hedhur në Union të Zvicrës shorti i kupave të Evropës, i Champions League dhe i Conference League, ku klubet shqiptare. Përpara se të kalosh tek Kupa e Evropës, unë do të përmend edhe një sponsor tjetër që ka mbështetur podcastin tonë, që është servis autokolor Bledi, i cili ndodhet 100 metra mbrapa inkubatorit të biznesit dhe për çdo problem të makinës tuaj tek pjesa e karocerisë, pra pjesa estetike, ato gërvishtet e vogla kur ne na kapon pak para kolpi ose prapa kolpi, i zgjidh të gjitha Bledi me çmime shumë të mira në treg dhe mund të them që është servisi më i mirë në Korçë për pjesën e autokolorit ose për problemet e vogla.
Kështu që ne do t'ju lejmë tek logoja poshtë, mund të gjeni dhe numrat e telefonit dhe mund të drejtohen të gjithë tek servisi autokolor Bledi. Dhe qëndrojmë pak sa vazhdo tani vendon te shorti. Egnatian që do të luajë në Champions League në turën e parë eliminator, do të luajë kundër Petro Klub, kampiones së Moldavis. Dihet që do të luajë në Kishinau. Si Petro Klub, si emri timo? Është një farë mënyrë. Nuk po s'është Petro Klub, është Petro Kub. Ideja është që do të jetë një klub I cili nuk ka një le të themi një CV shumë të pasur, një histori shumë të pasur në Kupat e Europës dhe shans shumë I mirë për Egnatian që duhet thënë do ta luajë ndeshjen e parë në transfer dhe ndeshjen e kthimit në Rogozhin dhe ka shansin më të mirë të mundshëm që të kalojë të paktën këtë tur, pasi nëse kalon turin nga turi I parë në turën e dytë të Champions League, ka mundësi pastaj që edhe duke u eliminuar nëse bie një skuadër më fort në turin e radhës, të luajë në eliminatoret në turën e tretë të Conference League dhe ndeshen gjithmonë këto që eliminohen nga Champions League, vetëm ato që eliminohen nga Champions League, jo me ato që janë nga turi 2, 3 që vinë nga rruga normale e Conference League. Po Dinamo me kë do të përballet? Dinamo në letër ka një rival të vështirë, është Astana, një udhtim shumë I gjatë. Nuk është më Astana ajo që në Kazakistan. Po nuk është më ajo që ka qenë, jo, kështu që I ka. Duhet thënë që trajneri I Astanës lexova një intervistë para pak ditësh, ishte shumë I shqetësuar për përballjen pasi nuk ka mjaftueshëm lojtar, nuk e di kanë probleme financiare ose probleme të brendshme dhe nuk ishte mundësinë thoshte edhe për shkak të distancës që të bënte një rotacion masiv midis kampionatit dhe Kupat e Europës dhe do duhet që të zgjiste në ato 2 javë që do të jetë ndeshja midis Dinamos dhe Astanës të zgjedh njërin prej të 2 javëve kujt do t'i japë prioritet. Nga ana tjetër kemi Elbasanin që do të luajë me Bate Borisov, edhe këtu duhet të thënë që Elbasani duhet të guxojë pasi Batja ka emrin interesante për ballja e Elbasanit sepse dhe Bate Borisov ka të njëjtat fanella si Elbasani, kështu që është një derbi verdh. Po, dhe duhet thënë që kemi një Bate që nuk do të luajë në Bielorusi për shkak të luftës dhe do të luajë në Hungari apo në një fushë neutrale normalisht. Batja dhe ajo me problem financiare ka fituar kupën e Bielorusisë, po për momentin është në vendet me renditje shumë të ulët në kampionatin Bielorus. Pra Elbasani ka të gjitha gjasa sepse mund ta tentoj. Nuk po them që është e sigurt, po mund ta tentoj. Jo, kur shikoj për shembull Bate Borisovun kur e morëm me shortin tha është emri I madh, po pastaj kur hym në ulëmtimin e situatës aktuale të skuadrës kishte probleme shumë dhe klubi. Dhe e fundit ishte Vllaznia, do të kemi një derbi shqiptar këtu, në thonjza ëmbëlsira për në fund, siç e lam, Vllaznia Malisheva do të kemi një derbi pra një midis Vllaznisë dhe Malishevës do të kalojnë në turën e dytë të Conference League-s. Kështu që këto janë shorti për momentin, megjithatë ndeshjet do të luhen në datat 6, 7 dhe 8 korrik dhe ndeshjet e kthimit po një javë më vonë. Në të martën kur dhe tente pra javën e parë të korrikut dhe natyrisht këtu do të jemi në emision për të diskutuar me detaje dhe pjesën e gjitha ndeshjeve që do të zhvillohen. Brendon tani meqense erdhi fundi, unë do të ftoj që të provosh një çokoladë ose një kafe Elzak, I cili është edhe sponsori I fundit që kemi në emision, jo më pak I nënsishme normalisht, por që unë do të ftoj tani të provojmë një çokoladë ose një kafe, çfarë do dëshirosh ti, por me dhe të gjithë ata që na shikojnë dhe na dëgjojnë mund të drejtohen tek lokalet ku konsumohet kafja Elzak, sepse mund të themi që është kafeja më e mirë në qytet. Gjithashtu Elzak është edhe dyqani I cili ndodhet tek afër shkollës Themistokli Gërmeni, ku të gjithë mund të provojnë kafen, mund të marrin porositë e tyre në mënyrë që të kompletojnë lokalin e tyre si gjithmonë me kafen Elzak apo me të gjitha produktet që Elzak tregton. Besoj se kemi ardhur në fund të këtij episodi për këtë javë. Natyrisht ju falenderojmë të gjithëve dhe siç e thash ju mirpresim për komentet dhe opinionet tuaja që do të diskutojmë javën e ardhshme, kështu që ju lëm takim përsëri në Korça Boom me Boom Sport në javën të martën e ardhshme në orën 20:30. Deri atëherë, miru dëgjofshi.